Kryeministri Edi Rama deklaroi në një intervistë për Turkey Today se procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian është një prioritet i pakthyeshëm për Shqipërinë dhe nuk ekziston një plan B për të arritur këtë objektiv. Kryeministri tha se kjo rrugë nuk është thjesht simbolike, por edhe mekanizëm që ndihmon në vendin të konsolidojë institucionet, të forcojë qeverinë dhe të përmirësojë funksionet e shtetit. Rama gjithashtu riafirmoi mbështetjen e fuqishme të Shqipërisë për Kosovën, duke theksuar se siguria dhe integriteti i Kosovës janë të pandashme nga interesat e Shqipërisë. Nëse preket Kosova, preket Shqipëria. Nëse Kosova është në një kërcënim ekzistencial, edhe Shqipëria është në një kërcënim ekzistencial, u shpreh ai duke vendosur theksin mbi marrëdhëniet strategjike dhe historike midis dy vendeve. Duke komentuar dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Prishtinës dhe Beogradit, Rama tha se perspektiva e tij është ndryshe nga ajo e kryeministrit Kosovës Albin Kurti për shkak të përvojës së Shqipërisë gjatë shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Ai kujtoi luftën e përgjithshme dhe dhunën që shoqëroi Kosovën gjatë atyre viteve, duke e bërë qeverinë shqiptare të veprojë me kujdes strategjik dhe historik në rajon. Rama i përshkroi gjithashtu si të pabaza pretendimet e presidentit serb Aleksandar Vučić se Shqipëria, Kroacia dhe Kosova po formojnë një aleancë ushtarake kundër Serbisë. Ai tha se deklaratat e Vučić janë rezultati i frikës dhe mospranimit të realitetit, ndërsa riafirmoi se Shqipëria do të qëndrojë gjithmonë në krah të Kosovës dhe do të mbrojë interesat e saj historike dhe strategjike.